Eugen, një fenomen që kemi vrejt shumë këto zgjedhje ka qenë prezenca, ose ndoshta ma herët nuk na ka ra shumë sy prezenca e zyrtarëve të partive politike, antarëve të KQZ-s në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Domethënë pothuajse çdo ditë kemi pasur, përveç prezencës, kemi pasur edhe përzierje, domethënë të ndikimit të tyre në punën e numëruesve, veshguesve. Si e keni parë këtë fenomen? Në radhë parë, ajo çfarë dua të potencoj është që po të kishin qenë anëtarët e KQZ-s më të angazhuar me punë para përgatitore për ta garantuar procesin, nuk do kishte nevojë që të qëndrojnë në baza ditore në QNR apo në këto qendra tjera komunale. Në anën tjetër, edhe pse anëtarët e partive, të cilët janë pjesë e KQZ-s, kanë disa përparësi sa i përket çështjes në proces, unë besoj që prania e tyre në një periudhë kur gara zgjedhore ishte tejet delikate, unë besoj që i ka kontribuar për të keq procesi zgjedhor, sepse kemi pasur tensione, incidente, zhvillime cilat pastaj në vend ta zëm se të merremi me si po numërohen votat, ne duhet të merremi se si po sillet një antar apo kush nga një parti tjetër po shkon që ta stabilizoj situatën. E që janë, unë besoj, pamje primitive dhe janë zhvillime që nuk i takojnë Kosovës, dhe që në anën tjetër antarët e KQZ-s kanë pasur çësje jashtëzakonisht jo profesionale, sidomos dy prej tyre nga radhë televizës dhe vendosje, për cilët tashmë kemi parë që kanë një luftë të hapur edhe ndaj mediave, por edhe ndaj organizatave shoqërisë civile. Pra, nuk kanë qenë trolla rastet, e që krahasuar me proceset zgjedhore si asnjëherë më parë, nuk kemi pasur anëtar të KQZ-s cilët dalin e në mbledhjet caktuara fillojnë të atakojnë eksponentë shoqërisë civile, duke i quajtur patericat kësaj partie apo tasoj partie, pa marrë me procesin zgjedhor për cilin ata në funditës e kanë barrën kryesore. Shoqëria civile ka rol monitorues dhe ofrues të këshillave në kuptimin se çfarë ne besojmë që është më e mirë për procesin. Por në fund ditës janë anëtarët e KQZ-s dhe vetë KQZ-ja që ka përgjegjësinë kryesore. Unë besoj që me këtë rregullimin se si bëhet shkarkimi i anëtarëve, partitë kanë garantuar që tashmë edhe po të kemi situata ku ndonjë prej anëtarëve cënon rënd integritetin e procesit zgjedhor, pa u mbledhur 2/3 e votave të anëtarëve të KQZ-s, presidenti ai ka duart e lidhura që të iniciojë procedura qoftë për shkarkim apo zëvendësim të tyre, e që është jashtëzakonisht problematike, sepse kjo mundson ose le të themi partitë mund të bëhen në grupacione të caktuara që e mbrojnë njëri tjetrin, por në anën tjetër mund të kemi edhe raste të kundërta ku 2/3 e anëtarëve mund të bëhen bashkë, e që për inate të caktuara politike, siç i kemi pasur shpesh, të propozojnë shkarkimin e një anëtari, për cilin pastaj presidentja ka minimalisht diskrecion, pra thjesht është aty si një lloj notere e propozimit të sjell nga ana e anëtarëve të KQZ-s, normalisht nëse të njëjtit arrin që ta argumentojnë si të tillë. Pra, po i bie që kjo siguri, ky ndryshimi ligjor që ka ndodhur, i ka shtyrë këta anëtar të KQZ-s që të sulmojnë veshguesit, mediat, shoqërinë civile, pra të jenë më të papërgjegjshëm në sjelljen e tyre. Unë besoj që në një rënon është ky faktor, pra ata kanë një lloj mbrojtje ligjore sa i përket veprimeve të tyre, por në anën tjetër ka qenë pjesë e një lufte apo mbase diskursit të ashpër që lëvizjave të vendosje ka pasur si subjekt politik ndaj një pjesë të madhe të mediave, por edhe eksponentëve të saj të caktuar cilët kanë pasur çësje tejet antagoniste dhe akuzuese në raport me shoqërinë civile, e sidomos me disa prej neve organizatave që jemi marrë pak më aktivisht e drejt për drejt me monitorimin e procesit zgjedhor.